Ja se çfarë i ndodh stomakut, diabetit dhe zemrës nëse konsumoni një sheg çdo mbrëmje. Me një pamje po aq mahnitse dhe interesante sa ka dhe shihen, shega mund të quhet vërtet si eliksiri vërtet i jetës. Kokrizat e vogla të panumërta me ngjyra karakteristike të kuqe mblidhen në mënyrë perfekte brenda këtij fruti me vlera të jashtëzakonshme shëndetësore. Shega është padyshim një ndër frutat më përfaqësues në stinën e vjeshtës. E mbushur me vlera dhe shije, shegët përtej kohës njihen si një ilaç natyral që promovojnë shëndetin e mirë të organizmit. Shumë studime dhe ekspert konfirmojnë këtë prej vitesh. Në këtë video, sipas Eltisaj, do ju tregojmë ndikimet e shegës kundër diabetit, për shëndetin e mirë të zemrës dhe parandalimin e një sër komplikacionesh të organizmit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Por si ndikon shega tek personat me diabet? Një studim i fundit i publikuar në vitin 2014 në Science Direct, të cilit i referohemi, tregoi vlerat e shegës te të sëmurët me diabetin e tipi 2. Pavarësisht se vetë shega është një frut që përmban sheqer dhe mund të duket një zgjidhje e gabuar, ekspertët thonë të kundërtën. Në studim ku morën pjesë vetëm 85 veta të cilat konsumuan sasi të caktuara të lëngut të shegës, u vure se vetëm pas 3 orësh këta persona pësuan një ulje të niveleve të sheqerit në trup. Megjithatë, mjekët nuk japin ende të dhëna se si ky frut ndikon te heqja e glukozës së tepërt nga trupi, ka disa shifrat se si duhet ta konsumoni. Këshillohet një sasi e caktuar pas konsumit të këtij fruti në një dietë në mënyrë që të përfitoni vlerat e shumta ushqyese. Ekspertët rekomandojnë 1.5 ml për çdo kilogram, pra rreth 105 ml për një person rreth 70 kg. Konsumi i kokrave të shegës ose lëngut të saj ndihmon në uljen e ndjeshme të glukozës në gjak, duke ulur kështu rrezikun e prekjes nga diabeti. Këto shifra janë të njëjta si për femrat ashtu dhe për meshkujt. Por si ndikon shega te shëndeti i zemrës? Lëngu i shegës mund të ndikojë edhe në shëndetin e mirë të zemrës, sidomos te të sëmurët me diabet. Ky frut ndihmon në uljen e rrezikut të prekjes nga arterioskleroza. Gjithashtu është një sër elementësh që mund t'i ofrojë shëndetit tuaj kundër problemeve kardiovaskulare, të cilat mund të shkaktohen edhe nga diabeti. Duke qenë një antioksidant shumë i fuqishëm dhe plot me vlera, ndihmon organizmin në shumë mënyra. Ku përfshihet ulja e sheqerit, kolesterolit të keq gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj trupor. Prandaj duhet të konsumoni të paktën një frut sheqer çdo ditë, ose të konsumoni edhe lëngun e saj për të mirat të cilat do t'i ofrojë në shëndetit. Shegët sjellin përfitime të mëdha shëndetësore. Studiuesit zvicerian kanë vërtetuar se antioksidantët tanin që gjenden te shega konvertohen në sistemin e tretës në një kompleks që duhet të ngadalësojë plakjen mitokondriale, një proces natyral që dobëson qelizat dhe shkakton humbje të masës së fuqisë së muskujve në vitet e kaluara. Gjatë viteve janë bërë shumë kërkime shëndetësore për shegët dhe shumë prej tyre janë edhe kundërshtuar. Në vitin 2016, Komisioni Federal i Tregtisë dhe një gjykatë federale amerikane ndaloi edhe komponentë të ndryshëm të shegës që të përdoren si zgjidhës i këtyre problemeve. Tani megjithatë të paktën ekspertët kanë cituar se substancat që gjenden te shega kanë aftësi të veçanta edhe kundër problemeve të zorrës së trashë. Gjithashtu ekspertët e cilësojnë atë si një zgjidhje mjaft të mirë efikase në përmirësimin e sistemit tuaj tretës. Shega është ndër frutat me lëngun e të cilës mund të lehtësojë shumë komplikacione. Është e njohur për vlerat ushqyese dhe shëruese, prandaj sigurohuni ta konsumoni rregullisht edhe lëngun e saj në dietën tuaj të rregullt. Shumë studime kanë vërtetuar se është një nga lëngjet më shërues në botë për shkak të ndikimeve të dobishme që ka në sistemin kardiovaskular, nervor dhe atë kockor. Përveç dobive për zemrën dhe enët e gjakut, përbërësit e shegës parandalojnë problemet e gjirit, prostatës, zorrës së trashë dhe parandalojnë ndryshimet e cilat nxisin edhe inflamacionet. Shega është e mbushur me vitaminën C dhe konsiderohet si një frut kundër këtyre proceseve inflamatore, ndërsa është një burim i shkëlqyer i vitaminës B5, kaliumit, fenoleve natyrale e të tjera.
Për ngritjen e imunitetit dhe parandalimin e çrregullimeve shëndetësore, ekspertët rekomandojnë konsumin ditor të 250 ml lëng të shtrydhur shege çdo ditë. Acidet yndyrore që përmban lëngu i shegës reduktojnë entjet dhe dhimbjet e muskujt. Lëngu i shegës lehtëson problemet e sëmundjeve të stomakut, të zorrëve, të barkut, entjet e bajameve dhe acarimin e mishrave të dhëmbëve, dhe mund të cilësohet si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese në dobit të organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Të mirat që vijnë nga konsumi i lëngut të shegës janë fantastike për organizmin, sidomos edhe në betejën kundër shqetësimeve të trupit. Ekspertët e rendisin atë si një nga produktet më efikase në mbrojtjen e shëndetit të përgjithshëm. Shegët kanë aftësinë të mbrojnë organizmin kundër komplikacioneve dhe gjithashtu të mbajnë larg shqetësimet që i kanosen atyre. Gjithashtu edhe librat e shenjtë të besimeve të ndryshme fetare kanë përshkruar shegën si një frut i cili jep shumë jetë dhe gjithashtu mund të parandalojë një sër komplikacionesh. Shega i përmbahet tërësisht reputacionit të saj sepse si frut nuk ka të sharë dhe arrin të parandalojë dhe të lehtësojë një sër komplikacionesh. Gjithashtu të dhëna shkencore të cilave u referohemi sipas Eltisait thonë se kur hani sheg çdo ditë do të ulin rrezikun e shfaqjeve të problemeve të ndryshme të radikaleve të lira, veçanërisht ato të gjirit dhe të prostatës. Vetëm 30 minuta pasi të keni konsumuar sheg, ajo do të rezistojë edhe me efektet pozitive për organizmin. Pas ngrënies, aktiviteti ynë do të rritet me 32%. Shega shuan etjen, nxit oreksin dhe përmirëson tretjen e ushqimeve. Gjithashtu, shega është një produkt i cili mund t'i ofrojë trupit tuaj shumë vlera. Shega arrin të pengojë prodhimin e estrogjenit dhe të paktësojë rrezikun e shfaqjes së problemeve të gjirit. Studimet kanë treguar se konsumi ditor i shegës ul nivelin e inflamacionit të prostatës, që hapin në rrugët e frymëmarrjes drejt komplikacioneve. Shega ka aftësinë të parandalojë gjithashtu rritjen e radikaleve të lira. Studime shkencore kanë treguar se vaji esencial i kokrave të shegës, lëngu dhe ekstrakti i saj detyron qelizat të dëmshme të vetëshkatrohen. Lëngu dhe ekstraktet nuk kanë të njëjtin ndikim te qelizat e shëndetshme. Kjo do të thotë se duke ngrënë çdo ditë, fruti mund t'ju vijë në ndihmë në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Shegët ju furnizojnë me vitaminën C, e cila është kaq e domosdoshme në të gjithë stinën, sidomos ku virozat janë më të mëdha. Shega është një ndihmë kundër komplikacioneve të zemrës. Lëngu i shegës mbron kolesterolin e mirë nga oksidimi dhe rrjedhimisht e mban zemrën më të sigurt. Shega është një burim i polifenoleve antioksidantëve të fuqishëm që parandalojnë radikalet e lira dhe dëmet e tyre në enët e gjakut. Shegët përmirësojnë funksionet e trurit, mbajnë larg sëmundjen e Alzheimerit. Një studim shkencor zbuloi se konsumi 2 gram të ekstraktit të shegës rri më këm kujtesën te personat që ishin nënshtruar ndërhyrjeve kirurgjikale. Një tjetër studim zbuloi se njerëzit që pinë lëngun e shegës çdo ditë ishin më të kthjellë dhe kishin një kujtesë më të mirë. Gjithashtu, lëngu i shegës mund të ofrojë edhe ndikime pozitive tek kujtesa e të moshuarve dhe t'i mbrojë ato nga problemet të Alzheimerit. Të gjitha këto sekrete të këtij fruti të lashtë e bëjnë shegën të domosdoshme për regjimin tuaj ushqimor të përditshëm. Shegët ju bëjnë më të zhdërvjellët, forcojnë sistemin imunitar dhe ju furnizojnë me vitaminën C, mbrojnë mishrat e dhëmbëve dhe pastrojnë bakteriet, përmirësojnë tretjen, ndihmojnë në trajtimin e artritit dhe dhimbjeve të kyçeve. Gjithashtu ulin nivelin e tensionit të gjakut dhe ulin nivelet e stresit. Këshillohet të hani sheg të freskëta sa më shpesh që të përfitoni fuqinë shëruese të frutit. Trupi juaj do ju falenderojë nëse e përfshini këtë produkt mjaft të shijshëm për shëndetin tuaj në mënyrë të rregullt. Përfshirja e shegës në dietën tuaj do të kontribuojë në rezultate të mira edhe kundër komplikacioneve antiinflamatore. Gjithashtu edhe vetit antibakteriale, antivirale dhe antimikrobike, të cilat gjenden të shega, do të nxisin një organizëm më të fortë dhe do të parandalojnë gjithashtu edhe dëmtimet që do t'i kanosen në vazhdimsi shëndetit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.